Kjo pra sa i përket pjesës të parë të hadithit e që ishte lidhje deven. Në pjesën e dytë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: mbështetu në Allahun. Pra, pasi ti kesh marrë sebepet e lejuara dhe të kërkuara prej teje, mos u mbështet tek ato. Mos u mbështet tek sebepet. I ke bë këtë sebepet, mos u mbështet tek sebepet. Po mbështet ju Allahut subhanahu wa taala, sepse çdo gjë është në dorën e tij. Çdo gjë ndodh sipas caktimit, lejes dhe dëshirës së tij. Andaj mbështetu në Allahun subhanahu wa taala, sepse ka mundësi që ti veprosh sebepet, mirë po rezultati mos të jetë ashtu siç ti dëshiron, sepse nuk ka deshur Allahu subhanahu wa taala. Zjarri nuk e dogji Ibrahimin alayhis salam. Armiqtë e tij morën të gjithë sebepet për ta shkatruar Ibrahimin, e dhatë në mënyrën më të rëndë për ta djegë me zjarr, mirë po Allah i tha: kulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Tham: o zjarr, bëhu i ftohtë dhe shpëtim për Ibrahimin alayhis salam. Thon dietarët, ti kish thon Allah bëhu i ftohtë, do të bëhej akull dhe do të ngrinte edhe Ibrahimi alayhis salam. Andaj ka thon bëhu i ftohtë dhe shpëtim. Pra mos jetë shumë i ftohtë, po shpëtim për Ibrahimin alayhis salam, të jetë mesatar. Po ashtu thika nuk e preu Ismailin alayhis salam. Deshti Allahu që thika mos ta prej Ismailin alayhis salam, sepse nuk ishte qëllimi, dëshira Allahut që ai ta mbyti Ismailin alayhis salam, po ta sprovoi Ibrahimin dhe të na tregoi neve besimin e fuqishëm dhe vendoshmërinë që e kishte ky pejgamberi i Allahut subhanahu wa taala. Andaj pra, pasi që ti kesh bërë shkaqet, mbështetu në Allahun subhanahu wa taala, ashtu siç na urdhron ai në Kur'anin famlart. Allahu subhanahu wa taala thot në surën Maide: wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dhe Allahu të mbështet juni nëse jeni besimtar. Është interesant se ky ajet ka ardhur në kontekstin e ajeteve që tregojnë për historinë e Musaut a.s. me Benu Israilet, gjithsesisht kur është dashur të futen në Jerusalem. Pasi që shpëtuan prej faraonit, Allah subhanahu wa taala i urdhron që të shkojnë në Jerusalem, sepse ata ishin besimtarët e asaj kohe. Kurse populli i Jerusalemit ishte mushrik në atë kohë. Dhe toka e bekuar e Jerusalemit dhe Mekja Medina ju takon besimtarve, pasuesve të pejgamberëve. Andaj ne themi se jahudit e sodit nuk kanë drejt në atë tokë. Pse? Sepse nuk janë pasues të pejgamberëve. Në kohën e Musait kanë pas drejt. Pse? Sepse kanë qenë pasues të Musait. Sot janë bërë mushrik, qafir, kufar, nuk kanë drejt. Kjo është tokë e Allahut. Nuk është me gjak, nuk është me trashëgimi, është me besim, me tauhid. Në atë kohë pra kishin drejt. Pasuesit e Musaut a.s. ishte drejta e tyre, ky vend i bekuar ju takon të atyre. Andaj Allahu subhanahu wa taala e tregon se si ndodhi kjo. Musa a.s. ju tha: ja qaum, udkhulu al-ardha al-muqaddasata allati kataba Allahu lakum. O popull, hini në tokën e bekuar, cilën Allahu e ka caktuar për ju. Wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Dhe mos u ktheni prap e të bëheni prej të dështuarve, prej të humburve. Qalu ya Musa, than o Musa, inna fiha qauman jabbarin. Aty ka një popull shumë i rrezikshëm. Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Dhe ne nuk do të him aty derisa dalin ata prej aty. Pra dëshironin ta kenë hazër vendin. Ata dalin dhe t'ju thonë: bujrum, mirë se erdhët. Fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Nëse ata dalin, pra po e kushtojnë Musain alayhis salam. Po i thonë: jo, le dalin ata njerë se ne frigemi prej tyre. Pra ishin frigacak. Nëse ata dalin, atëherë ne do të him. Mirë po dy veta prej besimtarve të sinqert, me besim më të fuqishëm, ju thanë: qala rajulani min alladhina yakhafun an'ama Allahu alayhima. Dy prej njerëzve të cilët i kishin frikë Allahut, ju thanë: udkhulu alayhimul bab. Hyni në këtë vend nga dera
fa idha dakhaltumuhu fa innakum ghalibun, sepse nëse hyni, pra me një fjalë nëse ju e bëni sebepin tuaj, atëherë do t'ju vinë ndihma Allahut. Ju do t'jeni fitimtar, sepse Allahu po ja premton këtë vend. Mirë po Allahu nuk ja u jep kështu vendin, edhe pse ja premtoi atyre, edhe pse ishin besimtar. Prej tyre po kërkohet që ta bëjnë pra pjesën e tyre të shkaqeve, të hyjnë atje, të shkojnë atje. Pastaj ju thanë këta dy njerëz, i thanë pra popullit vet, wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Pra shikojeni, analizojeni fjalën e këtyre dy besimtarëve. Ju thanë, udkhulu alejhimul bab, hini, bëjeni punën tuaj, pastaj wa ala Allahi fatawakkalu, dhe mbështetjuni në Allahun nëse jeni besimtar. Që do më thonë se këto dy gjëra janë të ndërlidhura me njëra tjetrën. Marrja e sebepeve dhe mbështetja në Allahun subhanahu wa taala janë të ndërlidhura me njëra tjetrën. Mirë po ata ishin një popull frikacak dhe me besim të dobët dhe jo respektues ndaj Musait alayhis salam. Allahu gjithë ato mrekulli ja u dha, ja u dajti detin, kaluan, i shpëtoi prej faraonit, u dha gjithë ato të mira, përsëri pra nuk u bindën dhe ishin popull fasikun. Mirë po edhe këto fjalë tyre dy njerëzve nuk i bindën. Thanë, kalu, ja Musa, tash ma të vendosët. Thanë, o Musa, inna lën nadkhulaha abadan ma damu fiha. Ne nuk do të him aty asnjëherë përderisa ata janë në atë vend. Pastaj i tha, fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna ha huna qaidun. Shko ti edhe Zoti jot, luftoni me atë popull, kur ta kryeni punën ne do të vim. Atëherë Musa alayhis salam i tha, o Zot, unë s'kam çka të bëj prej popullit, do të thonë prej popullit fasik. Andaj ne e zgjedhjen tonë. Edhe çka ndodhja, a shku në atë vend, a realizon këtë gjë? Jo. Allahu subhanahu wa taala i dënoi dhe tha fe innaha muharramatun alehim. Ata e kanë haram këtë vend, 40 sene. 40 vjet yatihuna fil ard, 40 vjet do të jenë të humbur në tokë. Pse? Pse nuk i morën sebepet, nuk e bën atë që kërkohej prej tyre pra. Dhe kështu kuptohet kjo pjesë e ajetit, wa alallahi fatawakkalu. Allahut mbështetjuni nëse jeni besimtar. Shikoje kontekstin se si ka ardhur. Lexo ajetet para, lexo ajetet mbas, do ta shohësh se është ndërlidhur pra me marrjen e shkaqeve. Mirë po, nga ana tjetër shikoje luftën e Hunenit. Wa yawma Hunenin idha ajabatkum kathratukum. Dhe ditën e Hunenit kur ju u habitët me numrin e madh tuaj, besimtarët në ditën e Hunenit ishin 12.000 njerëz. Shumë. Dhe thot Allahu, thot u habitët, u mahnitët me numrin e madh tuaj, andaj thot s'ka shanca, sot nuk ka mundësi që ne të fitojmë dhe harun ndihmën e Allahut subhanahu wa taala. Çka ndodhi? Në fillim të luftës dështuan. Pra, edhe për këtë pra, mesi është që të dyja ti kesh. Ta marrish sebepin mirë, po prap mos haro në dorë të Allahut. Mbështetju Allahut dhe ke parasysh se rezultati është prej Allahut. Andaj përsëri zemrën lidhe me Allahun subhanahu wa taala. Në një ajet tjetër Allahu subhanahu wa taala thot: "Wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut", dhe ti mbështetu në të gjallin i cili nuk vdes asnjëherë. Në këtë ajet Allahu subhanahu wa taala e ndërlidh besimin në të, mbështetjen në të me besimin në emrat dhe cilësitë e Allahut subhanahu wa taala. Mbështetu në Allahun sepse Allahu është i gjalli i cili nuk vdes kur. Krijesa të tjera vdesin, mos u mbështet tek ata, sepse sot është, nesër nuk është, nuk i dihet puna e tij. Mos u mbështet tek ai, po mbështetu në Allahun subhanahu wa taala. Ndërsa në një ajet tjetër Allahu subhanahu wa taala thot: "Wa tawakkal 'ala al-'azizi ar-rahim", mbështetu në krenarin të fuqishmin dhe mëshiruesin, alladhi yaraka hina takum, ai i cili të sheh kur ti ngritesh për në namaz, wa taqallubaka fi as-sajidin, dhe të sheh kur ti bën sejdë me ata që bëjnë sejdë, innahu huwa as-sami'ul 'alim, sepse ai është që i dëgjon të gjitha dhe i din të gjitha.